Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings. We can ride it out. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings Club, forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Në pjesën e kaluar, Tekna dhe Digit menduan se profesora Valoni kishte një sekret, por doli se ishte një nga eksperimentet magjike të Uizgis. Fal magjisë së Valonit, Blue mësoi më shumë gjëra për të kaluar në saj dhe ç'i kishte ndodhur familjes së saj. Sky, ai është i pabesueshëm, ai vetëm sa më pa në sy dhe e kuptoi se po ndroja për prindrit e mi. Po? Po, dhe pastaj me magjinë e tij më tregoi pemën time të familjes. Ishte një ndjenjë pabesueshme. Dhe më pas Avaloni përdori një tjetër magji dhe Sky, apo më dëgjon? Sky, çfarë do të thuash me E di çfarë, ti nuk interesohesh fare se si jam unë. Se çfarë ke, mos je smur? Jo, jam mirë, por të paktën mund të më pyesësh. Dhe do ishte mirë të mos e mbylli telefonin kur të marrun. Më fal, por isha në orën e mësimit të Avalonit. Nuk mund të flisja atëherë. Por telefonatat e ti i hap gjithmonë, apo jo? E po Avaloni nuk bën kur flasun. Vërtet? Atëherë ai duhet jetë shpirti yt binjak. E po mendoj që një nga këto ditë duhet ta provosh dhe ti të bëhesh shpirti im binjak. Jo, nuk dua të hyj mes teje dhe Avalonit. Por unë kam shumë besim tek ai. E po nuk duhet. Më duket e çuditshme që do të ndihmoj vetëm ai. Dëgjoj pak, më bëj një nder. Mbylla telefonin, dakord? Çfarë? Mrekulli, tani ngeca. Forca Stella, ora jone e pare vetë mbrojtës më në fund do të filloj. Erdha! Prit, do hyj unë e para. Profesori mund të jeti pashëm si Avaloni dhe tani do kemi kontakt. Çfarë ka? Duket sikur keni parë diçka të tmerrshme. Griselda! Do mësoni ndonjëherë të vini në kohë ju vajza? Kjo është ora jone e mësimit të vetëmbrojtjes. A nuk duhet të jetë këtu mësuesi? Ja ku jam. Dhe quajeni veten me fat. Pa një mësues të kalibrit tim nuk do të keni mundësi të përballoni triksat. Në shërbimin tuaj, Lordi Darkari. Desha të rvani ku që nuk jam më në gatishmëri. Tani ka ardhur koha që të sulmoni. Do shkojmë të marrim kodeksin mjeshtër dhe do të shtukim këdo që do të guxoj të na pengojë në rrugën tonë. Ikni atëherë dhe mos më shkënjeni. Tani, ja
Dita si është puna. Ju po përballeni me një armik që është shumë më i fuqishëm se sa ju. Ky armik ka një magji shumë shkatërimtare. Çfarë do të bëni ju? Do të kombinojmë fuqitë tona? Shumë vonë, Musa. Nëse veproni kështu do të harojeni përjetë. Zonjusha, ju duhet ta shmangni sulmin. Sa mirë që na e tha se për ndryshe unë do rija atje derisa të më gjuanin. Zonjush Stella, me që ti di të gjitha, tu e tregojmë të tjerëve se si bëhet. Do përpiqesh të mos ulmosh mua, nëse i arrin. Mirë, të gjitha. Shoqja juaj e klasës Stella do na tregoj si të bëjmë një sulm të suksesshëm. Stella, Francis, futuni në rresht, ju lutem. Kush mendon se është kjo Griselda? Tani na duhet vetëm të veshim ca uniforma të gjelbra dhe të bëhemi gati për në ushtri. Jo, po vërtet. Një zanë Alfeas ka nevojë për më shumë respekt. Duhet të ruash frymën për betejën, zonjush. Më kuptove? Atëherë, më trego çfarë di të bësh. Ngriu diell. Përpithje e sulmit. Fuqia e plotë e perëndimit të diellit. Buroja e refleksit. Duhej ta kishe shmangur, zonjush Stella. Tani sulmoni të gjitha. Mirë, le të shkojmë. Atëherë, ç'po prisni? Shkëlqimi digital. Formula e luleve. Rezja zyrtare. Kjo nuk ishte një pengesë e rregullt. Ajo magjia ishte një magji që të mbronte. Ta shikoj një herë se si do t'i bllokoj goditjet e mia të fuqishme. Blum, është rradha jon. Blum, po ta provojmë. Ajo nuk është e pamposhtur. Buçitja sonike. Po! Invesjo, ai ti Gjukinos. Ajo e anulloi zhurmën me një val të kundërt. Forca Blum, gjithçka varet nga ty. Sfera shkëlqyese. Nisu! Forca Blum, vetëm kaq mund të bësh? Blum, profesoresh, mund të më thuash çfarë magji e përdore? Nuk të kanë thënë kur të ngresh dorën para se të flasësh? Më falni. Nëse Triksa do ishin këtu, do ju kishin bërë copash. Tani dua të mendoni seriozisht për ato që mësuat sot dhe pyetjet bëjni orës tjetër. Dakord, vajza? Blum, a ndihesh mirë tani? Nuk e di, në fakt nuk jam shumë në formë. Blum, çfarë ke? Diçka të bezdis. Nuk është asgjë. Isha duke menduar vetëm për Skyn dhe që kur ka ardhur Avaloni këtu, Sky po sillet në mënyrë të çuditshme, duket sikur dyshon tek unë. Tani po filloj të besoj vërtet se së fundmi ai nuk më ka më qejf. Sa herë që më telefonon duket shumë i zemëruar, edhe më kritikon shumë. Nuk arrita kuptoj si mund të jenë kaq egoist djem. Sky nuk e duron dot Avalonin, megjithse ai është i vetmi që mund të më ndihmojë të njoh prindrit e mi të vërtet. Nuk dua ta shikoj më Skyn. Nuk mendon se Sky mund të jetë pak xheloz? Xheloz? Flora nuk e kam iden se për çfarë je duke folur. Me të vërtet? Mendon se ai mund të bëhet xheloz? Ma në fund erdhi momenti që po prisnim. Ka ardhur koha të bëjmë dëme. Le të fillojmë. Ajo tha se s'do të flas me ty. Dhe atëherë lëre në punën e vet. 71 mjafton për sot. Romi nuk mund të përgjigjet në këtë moment. Lini mesazhin pas sinjalit, por jo nëse jeni ju, Sky. Magjia e bën sistemet automatike të mesazheve edhe më të bezdisura. Blumi kërkon të flas me mua vetëm kur i duhet diçka nga unë. Dhe vajzat janë kaq egoiste sa nuk bëhet. Nëse ajo mendon se do ta lejoj të më sjellë rrotull unë, Sky, kujdes. Ku ta torta? Ndim, po na sulmoj. Faleminderit që erdhët me mua, vajza. Jam e sigurt se ti dhe Sky keni nevojë të komunikoni direkt. Ha, le ta thuash. Ti dhe Timi nuk ziheni kur, dhe ti e di që ai nuk do zgënjente kur. Dhe nga ana tjetër, Sky nuk ka fare kohë të dalë jashtë çadërvanit të kuq. Hey, çfarë po ndodh atje te?
e ndjej që mbas gjithë kësaj janë triksat. Duhet të ikim. Forca, nxitojmë. Specialist, alarmi Alfa. Një objekti pa e identifikuar ka nisur një sulm mbi shatrivanin e kuq. E përsëris, shatrivani kuq po sulmohet. Jemi në rrezik. Formacionet e sulmit. Bëjni gati impulset me rreza që t'i ndëshkojnë. Sky, ai po kërkon të neshet, po e sulmoj. Sky, Brendan, rrigjeni zjarrin armikut larg shkollës. Marrje. Analiza e sferës tregon një potencial të madh, por po e sprap fuqinë elektromagnetike. Kodatorta, do ta njihja kudo stilin e Darsit. Ajo sfera magjike ishte vetëm një lojë për të tërhequr vëmendjen tonë. Duhet ta dinja se triksa do të ktheheshin. Do përpiqen të arrijnë në nivele të mëposhtme. Ata po kërkojnë kodeksin. Të gjitha lojët e mëdha të shkojnë te Roma e kodeksit dhe të bëhen gati për betejë. Specialistët e vitit të parë, hipni mi dragonit tuaj dhe mbroni nivelet e poshtme të shkollës. Kodatorta, sfera ndaloi. Çfarë duhet të bëjmë? Pozicionohuni pranë liçenit, triksat mund të sulmojnë që atje. Kodatorta, Blumi, Flora dhe Tekna kanë ardhur dhe po na ofrojnë ndihmë. Ç'kemi vajza? Faleminderit, por ju lutem na leni ne specialistët të merremi me këtë situatë. Specialist, formacioni rrezor, le të fillojë njohja e terrenit. Brandon, e ndonjë gjë dyshin? Ende jo. Tria e ngritës! Rufeja e shiut! Të gjithë janë në rrezik, nuk është koha që unë të zemroj me Skyn tani. Ka një të çarë mbi çatin e arenës. Çfarë? Janë triksat, ikni të gjithë, përdorni çdo mjet të nevojshëm, ato duhet t'i ndalojmë. Do, Meja. Hej, Timi, nuk do të vish të luftosh me ne? Jo, Tekna, unë kam vendin këtu. Oh, Timi. Hë? Sky, ne nuk kemi kohë për zënka të dashuruarit. Ke të drejtë, Riven, shkojmë. Më ndiqni, e di me saktësi ku është kodeksi. Kodatorta, ashensori u prish dhe nuk kontaktojnë dot me Skyn. Riven, faleminderit. Le të shkojmë. Spencer, eja me mua. Jemi këtu. Brandon, triksat janë drejtuar për te hangari. Mund të kemi mbështetjen tuaj? Do të jetë kënaqësia ime, shoku. Këto duhet të jenë armët, le t'i shkatrojmë ato. Mbyllë gojën Stormy, s'kemi kohë për këtë. Mirë se erdhe në shatrëvanin e kuq, zënjusha. Seriali shumë fishimit. Sfera e mesnatës. Ndaloni! Mirë, kush është heroi i radhës? Tani do ta shihni. Wingsat magjik. We go bar the wind, energy created, our magic powers will defeat the evil deeds of dread. We're the new ones, we're the we go bar the wind, energy created, our magic powers, we're the wind. Mirë, Stormy, zbavitu pak, po mos u vono shumë. Merë këtë! Rufea zinxhir!
Blum, do të merrem unë me të. Ju shkoni ndiqni triksat, mirë? Je mirë Tekna? Forca! Sky, triksat po i afrohen dhomës së kodeksit. Nëse shkoni atje do të ndërprisni punën atyre. Faleminderit Timi. Kjo është rruga e shkurtër. Akiteje, shikoj një, borbulla e luleve. Unë ju urrej lulet. Flora! Mos u shqetësoni, mos e lini të largohet. Prit këtu, do të kthehemi me një herë tek ty. Shikoni atje te. Gati? Sky, çfarë kërkojnë triksat? Diçka të rëndësishme, por nuk mund ta shpjegoj dot tani. Duhet të kesh besim te unë. Forca, heja, nxitojmë. Kjo peshore është Chelsea që do të na tregoj rrugën për te kodeksi. Ata bëjnë me mënyrën time. Vazhdo, shkatroj të gjitha. Funksionon gjithnjë? Stuhiru fesh! Çfarë ka Stormi? Stormi është brillante si gjithnjë. Të gjithë mund ta kishin kuptuar që ishte kurth. Do thosha se është një lloj veprimi balancues. Gjej mënyrën e duhur dhe dera hapet. Dhe balanca duhet arrihet duke përdorur një nga këto gjëra. Vëbasi janë të gjitha kurthe vdekje prurës, përveç njërit. Por pak shpëtuam. Kundër pesha është mjaft e rëndë, pra guri duket si një zgjedhje logjike, por kjo mund të merret me mend. Atëherë duhet jetë e kundërta. Pupla. O, Ajsi, më vjen keq, kjo ishte shfaqja jote. Jam e sigurt se të pëlqen që ta hapësh ti kodeksin. Sa frikacake je ti, Darcy. Dhe unë të dua për këtë. Vazhdo, vëre puplën aty. Për ndryshe do të të bëj copa. Ajsi! Ndalo, ti shtrik. Prap ti, sa më hyri frika. Akullezi! Ma lërmua ato. Shumë mirë, të lumt, Timi. Mjaft me kaq, stuhi urakani! Fuqia e trishtimit e bën këtë të mërzitshme. Pesha e shatërvanit të kuq. Pesha fizike, pesha morale, pesha magjike, mungesa e peshës, pesha ekonomike, pesha sociale, pesha ushtarake, pesha e njohurive dhe pesha e komunikimit. Specialistët janë mjeshtra të armëve, duhet jetë shpata, po kjo do t'ishte shumë e thjeshtë. Tani, Saladini është magjistar, duhet jetë kristali. Prit. Ajo sjellja e shatërvanit të kuq, pesha e moralit. E beson do ti këtë? Duhet të zgjedh rrugën e moralit. Mendoj se përfundimi justifikon mjetet. Është yni, kuadrati pari kodeksit. Oh jo, Sky! Ndaloje këtë zhurmë të tmerrshme. Njaft! Çfarë po do, Darcy? Çfarë po bën? Hiqi duar nga kodek. Më vjen keq tartabiqe e vogël të vrava? Si e bërë atë? Lëvizë shumë shpejt. Tani kemi kodeksin. Dalim që këtej. Mos lëvizni, qëndroni aty ku jeni. Forca Timi, gjatësia e rënjes është mbi ta. Jo, Sky, çfarë të bëri ajo? Sky.
Çfarë kemi këtu? Një tjetër djalë që do të bëjë si hero? Forca Timi, ndaloj! Me fuqitë e tyre të reja, triksat nuk mund të mposhten. Sa herë duhet të merrem me ty? Mund të sakrifikoj jetën për kjo s'do të ndihmonte njëri. Çka duhet të bëjmë është të gjejmë një mënyrë për t'i mundur përpara betejës tjetër. O, Timi, po pse? Si mund t'i lije të shkonin? Ti je frikata! Tekna! Jo, nuk do t'a besoj, kjo nuk po më ndodh. Skaj, të lutem, thuaj diçka. Ai nuk ka puls, i ka ndalur zemra. Të lutem, Skaj, mos ma bëj këtë, e hapi sy, të lutem. Të lutem, Skaj, mos më lër. Nuk mund të jetë fundi, unë të dua. Ky nuk është fundi. Vjen nga brenda plumit. S'ka ndjer kur një magji kaq të fuqishme. Skaj, ti e gjallë! Blum, bëri që të ndodhte një mrekulli. Blum! Faleminderit, Blum. Sa budalla jam treguar. Në pjesën e ardhshme të klubit të Wingsave, piksat janë goditur nga një magji e lik, që i bën të ndjehen keq dhe të kenë mall për shtëpinë. Blumi duhet garojë kundër kohës që t'i ndalojë.